Shikues të nderuar, ju përshëndes, jemi në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, kundër të tjera sot të keni mundësinë të ndiqni. Këshilli Bashkiak i Gjirokastrës ka zhvilluar këtë të martë mbledhjen e radhës. Në unanimitet e plot janë miratuar pikat e rendit të ditës, ndërkohë që është analizuar edhe puna e Këshillit Bashkiak për vitin 2024. Vaksina HPV mund të aplikohet pa frikë deri në moshën 26 vjeç. Mjekja ginekologe në maternitetin Dimitër Çuçi Migena Kuro thotë se së pari duhet të kryhet një test mbi praninë e human papilloma virus. Wonderful Maid është programi që bëri bashkë fëmijë të gruposhave të ndryshme në Tepelen. Me anë të lojrave dhe punëve artizanale, ata janë përfshirë në një trajnim profesional nga ekspertë huaj, të cilët janë vetë ofruar përmes programeve vullnetare. Saranda nuk përzgjidhet nga vizitorët vetëm për plazhet e bukur që ka. Historia, tradita dhe etnografia janë vlera të tjera që tërheqin turistë vendas dhe të huaj për ta vizituar. Ato pasqyrohen në Muzeun Etnografik dhe atë të traditës në këtë qytet. Këto ditë pranverje kanë shënuar një trend pozitiv krahasuar me një vit më parë. Ju njohim tani më gjerësisht. Këshilli Bashkiak i Gjirokastrës ka zhvilluar këtë të martë mbledhjen e radhës. Në unanimitet të plot janë miratuar pikat e rendit të ditës, ndërkohë që është analizuar edhe puna e Këshillit Bashkiak për vitin 2024. Këshilli Bashkiak i Gjirokastrës zhvilloi këtë të martë mbledhjen e radhës, ku në unanimitet të plotë nga anëtarët u miratuan disa vendime të rëndësishme. Në fokus të diskutimeve ishte miratimi i proces verbalit të mbledhjes së mëparshme, si dhe dhënia e ndihmës ekonomike për familjet në nevojë. Gjithashtu miratuan tavanet përgatitore buxhetore në lidhje me programin për periudhën 2026-2028, ndërsa u diskutua edhe për programin afatmesëm 2025-2027 dhe buxhetin vjetor të vitit të ardhshëm. Korrespondon në akti normativ nr. 5 të datës 14/12/2025 për menaxhimin e mbetjeve. Është granti pa kushtozuar sektorial që i bashkohet këtij funksioni. Ndërkohë, projekt vendimi i dytë që ka të bëjë me një ndryshim në paketën fiskale i referohet zgjerimit të bazës së taksëshme për parkimin, për fugonat, autobusat dhe makinat të parkuara tek agjencia e jetër deri sa punëtore. Një tjetër vendim i rëndësishëm ishte miratimi i dokumentacionit për të moshuarit që janë banor të shtëpisë të moshuarve Shpresa e Jetës në Gjirokastër. Në fund të mbledhjes, Këshilli analizoi raportin e punës për vitin 2024 dhe shqyrtoi kërkesat e qytetarëve. Kryetaria e Këshillit, Merita Isaraj, theksoi rëndësinë e këtyre vendimeve për të garantuar një menaxhim efikas të burimeve dhe shërbimeve për komunitetin. Kryeministri Edi Rama ndau në rrjetet sociale apelin e Ismet Lilës, i cili pas 14 vitesh emigrimi në Greqi u kthye në vendlindje në fshatin Katundisht të Këlqyrës dhe investoi në agroturizëm. Ismeti u bën apel të rinjve të kthehen dhe të investojnë në vendlindje, ndërsa shprehet se këtu jetohet shumë herë më mirë se në emigrim. Pas 14 vitesh emigrimi në Greqi, Ismet Lile u kthye në vendlindje në fshatin Katundisht të Këlqyrës, ku bashkë me vajzën e tij investua në shtëpinë e vjetër të gjyshit, duke e kthyer në një bujtin të bukur që sot mirëpret qindra vizitor. Kryeministri Edi Rama ndau në rrjetet sociale apelin e Ismet Lilës ndaj të rinjve që të kthehen dhe të investojnë në Shqipëri. Unë jam Ismet Lile nga fshati Katundisht. Kam emigruar rreth 14 vite në shtetin fqinj grek dhe jam kthyer në qytetin e Këlqyrës. Aty kam hap një biznes bar kafe. Vazhdova për 20 vjet në Këlqyrë dhe më mbrapa erdha dhe rindërtova shtëpitë e prindërve të mi në fshatin Katundisht. Pas disa vitesh, unë riktheva shtëpinë time në bujtinë. Kemi mirëpritur gjithë njerëzit që vinë në bujtinën tonë me gatime tradicionale dhe gatime që neve kemi provuar dikur nga gjyshja jonë. Pam që kishim shumë vizitorë, shumë kërkesa. Unë kam 2 vajza dhe njëra nga vajzat e mia investoi dhe e bleu shtëpinë e saj. Duhet të kthehen dhe njerëz të tjerë akoma, se vendi ka nevojë, nuk mund t'i bëjmë neve të gjitha vetëm. Duhet jetë dikush të merret me blegtori, dikush të merret me shpendët, dikush të merret me bujqësinë. I thirrje të gjithë
çunave, gocave që janë larguar nga fshati Katondisht të vinë të kthehen dhe të ndërtojnë shtëpitë e gjyshit e të gjyshes, se jetohet e këtu, jetohet e shumë herë më mirë se në Kurbet. Kryeministri Rama shprehet se kjo familje është një tjetër shembull frymëzimi se si dy brezat A të B u kthyen në rrënjët e vjetra të familjes duke mbajtur gjallë jo vetëm kujtimet e fëmirisë, por mbi të gjitha duke ndërtuar një të ardhme të sigurt ekonomike, që siç thot Ismeti është shumë më mirë se në Kurbet. Vaksinimi HPV mund të aplikohet pa frikë deri në moshën 26 vjeç. Mjekja ginekologe në maternitetin Dimitër Çuçi, Migena Kuro, thotë se së pari duhet të kryhet një test mbi praninë e human papilloma virus. Aplikimi të vaksinës kundër HPV duhet i parapri kryerja e testit mbi praninë e këtij virusi. Ky është rekomandimi që vjen nga mjekja obstetër ginekologe Migena Kuro. Duhet të vaksinohen patjetër. Por, megjithatë, edhe pse u vaksinuan këto vajza, kur të bëhen nëna, kur të bëhen gra, duhet patjetër që ta shoqërojnë dhe me ekzaminim me pap testi. Nuk mjafton një vaksinim, sepse vaksinimi ka vetëm një pjesë të tipeve që kanë high risk të lartë për të shkaktuar kancer. Tipet e tjera nuk i kap kjo vaksin, kështu që patjetër do shoqërohet me pap teste në të ardhmen. Pra nuk duhet të flejmë që u bë vaksina dhe jemi të mbrojtur. Jo, do jemi gjithmonë alert. Kuro thekson se kësaj vaksine mund t'i nështrohen edhe djemt. Mund të them në disa shtete të botës se bëjnë edhe djemt, sepse HPV-ja nuk shkakton vetëm tek vajzat kancer, por shkakton edhe tek skrotumi, edhe në organet genitale mashkullore. Në shumë vende bëhet në të dyja sekset. Tek ne është përzgjedhur të bëhet si fillim tek vajzat. Jo gjithçka përfundon me kryerjen e kësaj vaksine. Kontrollet duhet të jenë të vazhdueshme gjatë gjithë jetës, këshillon Kuro. Vetëm në këtë mënyrë mund të parandalohen kanceret e organeve riprodhuese. Deri në 26 është pa diskutim, pastaj fillojnë ndryshimet e tjera. Gratë që kanë filluar kontaktin seksual ose vajza, sepse tani nuk mund t'i kontrollojmë dot më që e kanë filluar kontaktin seksual, qofshin edhe në moshën 18 vjeçe, para se ta aplikojnë, patjetër duhet të realizohet një ekzaminim për të parë nëse kanë HPV në trup apo jo, sepse injektimi i vaksinës në ato që e kanë mund të sjellë pasoja fatale. Gjatë 2024-s, në Gjirokastër janë aplikuar 229 vaksina kundër kancerit të qafës së mitrës te vajzat e reja. Shërbimi juridik falas përmet gjatë periudhës janar-mars 2025 ka njohur një rritje të kërkesave për zgjidhjen e çështjeve të ndryshme ligjore. Juristja Fetie Maliqi thotë se pranë kësaj dege janë trajtuar 20% më tepër çështje ligjore, parësore dhe dytësore, krahasuar me 3 mujorin e vitit 2024. Në qytetin e Përmetit, gjatë këtyre 3 muajve, ka patur një rritje të interesit për shërbime juridike, me një rritje prej 20%, krahasuar me vitin 2024. Kjo ka ndodhur përmes drejtimeve të qytetarëve që kanë kërkuar ndihmë në çështje ligjore, të cilat janë trajtuar nga shërbimi juridik Dega Përmet. Sipas juristes Fetie Maliqi, qytetarët kërkojnë ndihmë për çështje të ndryshme, por kërkesat kryesore lidhen me problematikat e viteve të punës. Qendra e shërbimit të ndihmës juridike parësore Përmet ofron shërbim ligjor të rësisht falas, ndihmë juridike parësore dhe ndihmë juridike dytësore për fakesim me avokat. Krahasuar me një vit më parë, 3 mujorin e parë të vitit 2024, Qendra e Përmetit të vit ka pasur një rritje të numrit të rasteve. Qytetarët që paraqiten në qendër janë probleme të natyrës civile. Krahasuar me 3 mujorin e vitit 2024, numri i rasteve është rritur me 20%. Në lidhje me këtë, Maliqi theksoi se ka patur bashkëpunime të ngushta ndër institucionale dhe aktivitete për të informuar qytetarët mbi mënyrën e zgjedhjes së çështjeve të tyre ligjore. Interesi në qytetin e Përmetit sa vjen edhe rritet, ne vazhdojmë bashkëpunimin me Bashkinë Përmet, me shërbimin social, zhvillojmë aktivitete me Qendrën e shërbimit të ndihmës juridike parësore Gjirokastër. Të diskriminuarit janë një kategori e veçantë përfituese e avokatit falas nga shteti. Dega e shërbimit juridik Përmet funksionon që prej korrikut të vitit 2023, duke u ardhur në ndihmë shumë qytetarëve për zgjidhjen e çështjeve të ndryshme ligjore. Wonderful Maid është programi që bëri bashkë fëmijë të gruposhave të ndryshme në Tepelen. Me anë të lojrave dhe punëve artizanale, ata janë përfshirë në një trajnim profesional nga ekspertë huaj, të cilët janë vetë ofruar përmes programeve vullnetare.
Në Tepelen është zhvilluar një program I veçantë që po sjell një qasje të re në edukimin dhe aftësimin e fëmijëve përmes lojës dhe punëve artizanale. Wonderful Made është një iniciativë që bashkon fëmijët të grup moshave të ndryshme, duke I përfshirë në një trajnim profesional, të udhëhequr nga ekspertë të huaj nga Kairo, të cilët janë të angazhuar në këtë projekt përmes programeve vullnetare. Kanë të bëjnë me vetbesimin, kanë të bëjnë me punën në grup, me përmirësimin e anglishtes, me lojra për shkatësimin e fëmijëve, duke qenë se është për moshën 12 deri 15 vjeç. Është një trajnim I bukur që zgjat diku te rreth 3 orë dhe bëhet nëpër shkolla. Këta do vazhdojnë edhe nëpër bashki të tjera dhe shpresoj që fëmijët jenë kënaqur. Një prej ekspertëve të huaj, I cili drejtoi trajnimin, u shpreh se është një kënaqësi të punosh me këta fëmijë, shikoj shumë talent dhe entuziazëm tek ata. Sot kemi të bëjmë me nivelin e programit interaktivitet, ku jam I lumtur që bëni pjesë e këtij aktiviteti. Kjo do ju ndihmojë në lidhje me zhvillimin e talenteve tuaja dhe si synim kryesor bashkëpunimin në grup. Nga ana tjetër, fëmijët pohuan se janë të emocionuar për këtë mundësi të re. Këto trajnime na shërbejnë shumë për të përmirësuar gjuhën angleze dhe për të bërë më të kujdesshëm, për të rritur përqendrimin, vetbesimin, komunikimin, për të hequr emocionet, punën në grup dhe për të zhvilluar sa më shumë lojra dhe të argëtoheni. Këto na ndihmojnë për komunikimin në anglisht edhe madje edhe për bashkëpunimin nëpër grupe. Do bëjmë shumë lojra dhe besoj se do komunikojmë sa më mirë në anglisht dhe do punojmë shumë mirë në grup. Ky program jo vetëm që I ndihmon fëmijët të zhvillojnë aftësitë e tyre, por edhe krijon një atmosferë pozitive për të mësuar dhe bashkëpunuar. Saranda nuk përzgjidhet nga vizitorët vetëm për plazhet e bukur që ka, historia, traditat dhe etnografia janë vlera të tjera që tërheqin turistë vendas dhe të huaj për ta vizituar. Ato pasqyrohen në Muzeun Etnografik dhe atë të traditës në këtë qytet. Këto ditë pranverje kanë shënuar një trend pozitiv krahasuar me një vit më parë. Muzeu I Traditës mbetet një ndër pikat më kryesore ku turistët ndalen që në momentin e parë që vinë në Sarandë. Gjeladin Beqiri, Ciceron pranë këtij muzeu, shpreh se interesi gjatë muajve të parë të vitit ka qenë I lartë nga turistët. Vim nga një situatë dimërore që deri diku ka qenë brenda mesatares, por tani me fillimin e pranverës, muaji mars edhe ditët kjo java në vazhdim, sigurisht që numri vizitorëve është rritur dhe është shtuar. Ata janë kryesisht nga vendet e Evropës lindore dhe nga vendet e Evropës qendrore. Ka dhe një pjesë të shqiptarëve të Maqedonisë dhe të Kosovës. Turistët të cilët vizitojnë këtë muze për herë të parë kuriozohen më tepër për historinë dhe kostumet tradicionale që janë të zonave të ndryshme të Sarandës. Vizitorët e Evropës lindore janë të interesuar për historinë e qytetit dhe edhe për të gjitha sendet dhe sidomos për kostumet dhe etnografinë që janë në katin e dytë. Ata janë kureshtar për stilin e ndërtimit të kostumit, për mënyrën e ndërtimit, për llojin e veshjes, për cilësinë e veshjes, ndërsa vizitorët nga trojet shqiptare janë kryesisht pyesin për historikun e Sarandës, shikojnë gjenezën e Sarandës, shikojnë strukturën dhe evolimin në vitet të qytetit Sarandës. Kostumet tradicionale që ndodhen brenda ambienteve të muzeut janë shumë të rëndësishme dhe me vlera për qytetin. Nëse do kishim akoma më shumë, do ishin akoma më të rëndësishme, sepse realisht në kostumet e Sarandës dhe të rajonit të Sarandës mungojnë një pjesë të kostumeve tradicionale, pasi që nga vitin 97 ju e dini që ato nuk ekzistojnë, ekzistojnë vetëm në fotografitë e vendosura në banderolën e madhe të muzeut. Saranda tashmë njihet si një nga destinacionet kryesore dhe të preferuara jo vetëm nga turistë vendas, por kryesisht ata të huaj. Java e frankofonisë u shoqërua me aktivitete të ndryshme në shkollat e Gjirokastrës. Në këtë kuadër, nxënësit e gjimnazit Asim Zeneli u ngjitën në skenën e teatrit me një pjesë në gjuhën frënge. Në javën e frankofonisë, nxënësit e gjimnazit Asim Zeneli në qytetin e Gjirokastrës kanë vendosur në skenë një shfaqje teatri në gjuhën franceze. Aktorët e rinj, plot dëshirë dhe talent, interpretuan pjesën teatrale në gjuhën e huaj, vetëm një moment para fundit të botës.
C'est vrai, ça veut dire qu'il s'agit d'une affaire d'État et qu'on est entre les mains de police parallèle. Ne jemi duke përgatitur një shfaqje në gjuhën franceze në kuadër të javës së frankofonisë. Është një shfaqje teatrale që vihet në skenë për herë të parë me nxënësit e Gjimnazit Asim Zeneli, e cila do të prezantohet në një konkurs që zhvillohet nga Ambasada Franceze dhe në titullin e Perdja e Teatrit Francez. Këta nxënës janë nxënës të Gjimnazit Asim Zeneli që zhvillojnë gjuhën e huaj frënge si gjuhë të parë dhe gjuhë të dytë. Shumë kënaqësi për mua që kam marrë pjesë në një shfaqje të tillë, dhe shfaqja e dytë që marr pjesë, por një shfaqje që është totalisht në gjuhën frënge është hera e parë që e bëj. E kam bërë me shumë kënaqësi, po ashtu kemi bërë prova disa herë gjatë një periudhe të gjatë, le të themi relativisht, dhe ka qenë le të themi me të vërtetë një nder për mua që kam marrë pjesë, kam mësuar shumë, po ashtu është dhe një eksperiencë shumë e mirë për mua, pasi mund edhe ta shikoj në të ardhmen si një mundësi, dhe si e tillë e prevoj shumë këtë shfaqje dhe mendoj që mund të bëjmë edhe më të mirë në të ardhmen. Kemi emocione patjetër, sepse gjithashtu është një gjuhë sado e vështirë por aq e bukur. Shpresoj që publiku ta pëlqejë sa më shumë. Ne kemi punuar goxha fort dhe mësuese Bonën edhe me profesor Klementin për ta realizuar disi në një pak kohë që kishim. Kemi shumë kujtime të bukura nga kjo shfaqje që do ngelen gjithmonë në memorien tonë. Krahas prezantimit të përgatitjes së nxënësve, pjesa teatrale është një mundësi e mirë për gjallërimin e jetës kulturore dhe rikthimin e të rinjve në skenën e teatrit në qytetin e Gurtë. Ky teatr siç po vazhdon, siç kanë ardhur prurjet e reja në këta të rinj tjerë dhe në pas nesh, të vënë në shkollet në vendet të tjerë, është 100% që është e duhura. Tashmë në Gjirokastër ka një interes në rritje nga të rinjt për vendosje në skenë të shfaqjeve teatrore, duke ripërtërir traditën e pasur kulturore të qytetit të Gurtë. Në kuadër të kësaj jave, me këtë shfaqje, gjimnazistët Asim Zenelas u paraqitën edhe në aktivitetin e titulluar Perdja e Teatrit Francez, mbajtur në kryeqytet. Është ndar nga jeta në moshën 83 vjeçare intelektuali Vangel Xhani. Xhani do të mbahet mend si një ndër pionerët e udhërfimit të mira turistëve të huaj në Sarandë në të gjithë jugun shqiptar, qysh nga viti 90, por edhe si një model intelektualit dhe aktivistit për një Sarandë më të mirë. RTS Gjirokastra i shpreh ngushëllime familjes së Xhani, ndërkohë që ju ftoi në këto momente të ndiqni një material që kohë më parë ja kushtuan këtij udhërfyesi. Saranda është bërë destinacioni i preferuar nga turistë shqiptarë të huaj. Çmimi i akorduar në mbyllje të sezonit turistik 2023, këtë muaj ishte një rikonfirmim i këtij statusi dhe i profilit të qartë të Sarandës si qytet i turizmit. Midis njerëzve që kanë kontribuar për qytetin e Sarandës është edhe Vangel Xhani, i cili nuk bie shumë në sy, por ka mbajtur e mban një peshë të rëndësishme në rritjen turistike të Bregdetit. Ai është një prej guidistëve pionier, i cili u rrëfen dhe i udhëheq turistët në zbulimin e aseteve dhe atraksioneve të hapësirës së jugut. Unë jam nga student e parë që mbarova gjuhën angleze. Dhe po ta kuptosh, gjena të periudhë, gjuha kryesore ishte rusishtja. Do me thënë gjithçka orientuar në lindje. Filloi anglishtja, ne dolem nga perëndimi natyrisht. Dhe kjo gjuhë më dha pasionin. Mund të thomë unë vitin e parë që mbarova, erdha këtu, kishin ardhur anje me grur nga Kina dhe i vetmi dhe 2-3 tjerë ishim që na kërkoheshin përkthyes. Me ato fjalë. Cilësia e punës të udhërofyesit përmban suksesin në promovim dhe pjesë e këtij suksesi është edhe Vangel Xhani, i cili i përket atyre njerëzve të turizmit të Sarandës që kanë vënë gurin e parë në këtë godinë. Xhani vazhdon të investohet me profesionalizëm duke guiduar akoma, me kontribute që nisi në vitet e para pas 90-s dhe vijon të mos ndalet, duke qenë aktiv e duke shërbyer si ambasador i turizmit në Sarandë e Mëgjer. Fillon gjithçka kur dola në pension. Atëre, si do vete, ku do vete, filloi në Sarandë, kish nevojë. Se turizmi si vjet që në full, që tamam, po tani duhet jo vetëm anglisht, duhet edhe italisht. Duhet, do me thënë, kjo fillon kines plot. Nuk është, do me thënë, dominante edhe po të komunikosh me një gjuhë sa më afër turistit, ke avantazh. Fikoj këtë, po thuaj, që nga 91 që filluan ndryshimet. Edhe turistët e parë që vinin nga Kurfuzi, duhet përmend, do të thënë si dallandyshe që solli së pari turista në Sarandë, Petro Asonitis. Në guida nuk ka rëndësi të dish gjuhën. Ka rëndësi të bësh komunikimin. Do thënë, të njohësh psikologjinë, ke për shembull një grup 30 veta, janë
të ndryshëm. Duhet të dish si të komunikosh me njërin, mos ta lësh me njën. Gjani shprehet se puna e guidistit i fal një kënaqësi të jashtëzakonshme, pasi edhe në këtë moshë, rreth të 70-ave që ai është sot, e bën me shumë pasion. A jo fal kënaqësi puna e guiduesit? Natyrisht, më fal që edhe në këtë moshë unë kam dëshirë të vazhdoj, bile të thome në fjalë, mënyrë e komunikimit tim me shoqërinë është që ndryshe. Nga që kam pas komunikim me tuaj, nuk e pëlqej agresivitetin që kemi neve, nuk e pëlqej zërin e lartë, dua më fin, ma ka dhënë turisti se duhet sillen me ta. Udhërfyes si Evangeli janë ndër njerëzit më përfaqësues të turizmit të këtij qyteti. Të gjithë janë vlerësuar për atë që bëjnë, pasi transmetojnë jo vetëm njohuritë për pika turistike e historinë, por përcjellin dashuri tek vizitorët për vendin e tyre. Ti bën një ofertë pune, një produkt pune, që e bën atë të thotë të tjerëve, hajdeni këtu. Edhe kjo vazhdon një zinxhir. Është, dhe thënë, pasioni të jep rezultat kudo. Unë marr informacion, dua ta di më përpara dhe përgatitem. Çfarë lloj, çfarë bërje ka. E kërkoj këtë. Që ka në grupin anglez ka edhe ndonjë irakian, ka edhe ndonjë indian, se ky janë për zërë, të marr në mënyrë që unë t'i trajtoj njësoj. Të hedhësh dritë të promovosh asetet dhe atraksionet turistike tek turistët e huaj, që ata kanë guiduar në dekada me radhë, ky është një shërbim shumë i çmuar profesional, por edhe kontribut qytetar. Përmirësimi i njohurive të rinjve dhe fëmijëve mbi të drejtat themelore dhe nxitja për pjesëmarrje në vendimarrje ishte në qendër të projektit të zbatuar nga Qendra CEDI. Ky projekt ushtri në 6 qytete të Shqipërisë. Qendra CEDI po zbaton projektin Ti e ardhmja, njohim dhe promovojmë të drejtat themelore me mbështetjen e Agjencisë për Mbrojtjen e Shoqërisë Civile. Qëllimi i përgjithshëm i projektit është përmirësimi i njohurive të rinjve dhe fëmijëve mbi të drejtat themelore dhe nxitja e pjesëmarrjes në vendimarrje. Në këtë kuadër, qendra hartoi broshurën Të drejtat dhe lirit në praktik, si dhe zhvilloi 6 sesione informuese në qytetin e Gjirokastrës, Pogradecit, Elbasanit, Përmetit, Beratit, Shkodrës, ku informuan të rinjt për të drejtat e tyre themelore, rëndësinë e angazhimit dhe vullnetarizmin, si dhe mënyrat e vendosjes në lëvizje të institucioneve që mbrojnë të drejtat. Me në fokus aktivizimin e të rinjve për të kërkuar të drejtat e tyre dhe për të denoncuar në rast shkeljeje, qendra CEDI organizoi 6 trajnime 2 ditore me të rinjt e këshillave vendorinor dhe të rinj të tjerë në qytet, të përzgjedhur për zbatimin e projektit. Të rinjt e Gjirokastrës, Pogradecit, Elbasanit, Beratit, Përmetit dhe Shkodrës nxitën mendimin kritik, formulimin e problematikave komunitare dhe ju dhanë zgjidhje potenciale atyre nëpërmjet zhvillimit të debateve midis njëri tjetrit. I japim të rinjve zë, ata janë e ardhmja. Ishim në minutat informativ në RTS Gjirokastra. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm të programeve tona në vijim. Bashkë miru pafshim.